Strukturën digjitale në qytete, e cila synon që t'i jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavëve që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjetet të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntoksore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë llozhurat e të shkuarës së largët apo të afërt që janë ende të pranishme nëpër qytetet tona. Dhe në vijim në muajin korrik do të prezantojmë dhe programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin mendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësisë kanalizimeve, do të mbështesë zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijojë kapacitete të reja parkimesh, do të çelë rrugën e rigjallërimit të njësër zonash industriale që kanë mbetur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nxjisë zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur njëkohësisht si pikë fokale zgjerimin e programit për startupet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtetit vendor dhe sipërmarrjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimulojë marrëdhënien aktive të pushtetit vendor me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në terren në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim po ashtu. Dhe në këtë frym një Rilindje Urbane 2.0 do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian.